Më 8 janar, drejtuesja e prokurorisë së Durrësit, Suela Beluli, urdhëroi nisjen e hetimit për shkaqet reale të përmbytjes masive në qytetin dhe në të gjithë territorin e Bashkisë së Durrësit, me pasoja dhe dëme të mëdha ekonomike për familjarët dhe bizneset. Hetimi ka si piknisje kryebashkiaken e Durrësit, Emiliana Sako, dhe vartësit e saj, të cilët kanë për detyrë investimet në sistemin e kanalizimit dhe evadimit të ujrave, si edhe administrimin e tyre për t'i mbajtur në funksionim të plot në rast rreshjesh. Në regjistrimin e çështjes penale, prokuroria e Durrësit ka përfshirë edhe humbjen e jetës së 54 vjeçarit Astrid Hysenaj, punëtori i ndërmarrjes komunale Plazh Durrës, i cili me urdhër të drejtuesve të bashkisë u dërgua për të përballuar përmbytjen në atë zonë. Ai u rrëmbye nga ujërat dhe humbi jetën në detyrë, ndërsa kryebashkiakja e Durrësit Emiliana Sako tentoi të hiqte përgjegjësinë e saj duke mashtruar publikisht se viktima Astrid Hysenaj ishte mbytur aksidentalisht jashtë orarit të punës. Por, kundër këtij mashtrimi kanë reaguar familjarët e punëtorit të mbytur, të cilët kanë paralajmëruar kallëzim penal ndaj saj për fshehje të shkaqjeve të mbytjes së Astrid Hysenajt dhe për mashtrim me qëllim heqjen e përgjegjësisë si drejtuese e bashkisë. Sipas rregullores dhe protokollit për përballimin e situatave të emergjencave natyrore, asnjë punonjës i shërbimeve publike nuk duhet të dërgohet i vetëm në terren, por në grup dhe i shoqëruar me mjete dhe ekipe mbrojtjeje e shpëtimi. Ndërsa drejtuesit e Bashkisë së Durrësit e urdhëruan punëtorin e ndier Astrid Hysenaj të shkonte i vetëm për të përballuar përmbytjen pa asnjë pajisje sigurie. Kryebashkiakja Emiliana Sako mashtronte publikisht duke deklaruar se viktima nuk ishte në orarin e punës dhe as i ngarkuar zyrtarisht për të shkuar në zonën e përmbytur. Por familjari i tij Osman Hysenaj ka deklaruar publikisht: "Në mëngjes Astriti u nis për në punë. Familja nuk ishte dakord dhe i thatë mos shkonte, sepse kishte shumë shi dhe situata ishte e rrezikshme. Por ai kishte veshur uniformën e punës dhe kishte ikur, sepse kishte marrë urdhër nga shefat. Ai u mbyt duke kryer detyrën dhe brenda orarit zyrtar." Familjarët kanë kërkuar që qeveria dhe drejtësia ta cilësojnë ngjarjen si humbje jete gjatë punës, si edhe kanë paralajmëruar kallëzim penal ndaj kryebashkiakes Emiliana Sako, e cila mashtroi për të fshehur përgjegjësinë e saj dhe të vartësve. Në urdhrin e hetimit dhënë nga kryeprokuroria e Durrësit Suela Beluli thuhet: "Do të hetohen rrethanat e humbjes së jetës së punëtorit Astrid Hysenaj, pasi rezultojnë dyshimet arsyeshme për ekzistencën e veprës penale shpërdorimit detyrës e parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal, e kryer nga personat përgjegjës për mirëmbajtjen, kontrollin dhe menaxhimin e situatës së përmbytjeve në Bashkinë e Durrësit."